Kur flasim për moral islam është një gjë e gjerë, sepse morali islam përfshin gjithçka. Dhe ne do të shikojmë se sa e rëndësishme është morali islam, i quhet ndryshe ahlaku, saqë ka pasur prej dietarëve që kanë thënë, nëse flasim që islami ka 5 kushte, siç është shahadeti, namazi, zakati, agjërimi dhe haxhi, do të ishte e udhës sikur të fusnim kusht të 6 edhe ahlakun. Morali, edukata e përgjithshme e jetës besimtarit për ta praktikuar urdhëresën e Zotit xhaleshanuhu në mënyrën më të bukur të mundshme. Dhe pikërisht ne automatikisht nuk mund të mendojmë besimtarin musliman që të ndërtoj jetën e tij pa vendosur si epiqendër kryesore Allahun xhaleshanuhu. Pra, çfarë kuptimi do të kishte që ti si besimtar musliman nuk do të merresh si epiqendër kryesore Allahun xhaleshanuhu në jetën tënde. Dhe kur flasim ta kesh epiqendrën kryesore, do të thotë që në bazë të urdhëresave të Zotit ta ndërtosh të gjithë jetën tënde. Nga gjëja më minimale deri tek gjëja më maksimale, nga gjërat që duken të parëndësishme deri tek gjërat më të rëndësishme, Allahu xhaleshanu duhet të jetë epiqendra. Kurani famëlar duhet të jetë epiqendra. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë epiqendra jon si besimtar, të cilët i marrim për manual kryesor të jetës tonë. Po të shikosh në Kur'an, Allahu xhaleshanu flet pikërisht për këtë çështje, që preokupimi i mendjes së besimtarit duhet të jetë i lidhur ngushtë me Allahun xhaleshanuhu, pra mendja jon duhet të jetë e lidhur ngushtë me Allahun xhaleshanuhu në çdo detaj. Thot Allah në Kur'an: "Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard." Sepse besimtari mediton, mendon në lidhje me Allahun xhaleshanuhu në çdo situatë. Mendon për Allahun xhaleshanuhu kur është në këmbë, kur je duke ecur, kur je në punë, kur je në jetën e vazhdueshme. Mendon për Allahun xhaleshanuhu kur je ulur, mendon për Allahun xhaleshanuhu kur je shtrirë. Dhe kur e shikojmë ne të gjithë këtë në zbatesën e jetës profetit sallallahu alaihi wasallam, ne e dim shumë mirë që çdo veprim që bënte, çdo derë që hapte, çdo derë që mbyllte, çdo dorë, çdo lukë që mbante, ajo do e fillonte me bismillah, o do e mbaronte me elhamdulillah. Pra nuk mundet që besimtari pra të ketë një jetë dhe ta përjashtoj Allahun xhaleshanuhu nga mendimet e tij. Nuk mundet që besimtari të jetë në këtë gjendje. Sepse me çfarë ti preokupon mendjen tënde, tregon se çfarë është më rëndësishme për ty në jetën tënde. Ta mendojmë që secili për veten tonë. Nëse gjatë gjithë kohës e kemi mendjen e supozojmë puna, tregtia, paraja, kjo, ajo. Pra, ideja nga ana tjetër mendoje po ti me mendjen tënde sa rëndësi zen Allahu në mendimet e tua në jetën e përditshme, sa të kujtohet morali profetit alayhis salam në jetën tënde të përditshme. Pra, bëhet një balance e mendjes tonë dhe të dim ku jemi në raport me sa e preokupojmë jetën tonë me Allahun xhaleshanuhu. A jemi prej tyre që në çdo situatë kur kujtojmë Allahun, apo na kujtohet Allahu vetëm kur vjen ndoshta vakti i namazit, apo kur vim xhami, apo kur vjen xumaja, apo kur vjen Ramazani. Se në fakt besimi është në grada të ndryshme, dhe këto që unë përmenda, shumë besimtarë janë në këto situata, që e kujtojnë Allahun veç për xuma. Kemi shumë xhamatli xumaje. Kemi shumë tjerë që e kujtojnë vetëm për Ramazan. Por esenca e besimit, ajo çfarë duhet të mbizotroj zemrën e besimtarit është se Allahu xhaleshanuhu duhet që të jetë epiqendra në jetën tonë në çdo sekondë të jetës tonë. Se këtë më pas shumë bukur e ka shpjeguar ajo çfarë quhet ndryshe hadithi i Xhibrilit. U shkoi Xhibrili alayhis salam për t'i mësuar fen profetit sallallahu alaihi wasallam. Omeri e dëshmon, erdhi një njeri i bardhë, erdhi një njeri me rroba të bardhë me flokë të krehura,
u ul gjujmë me profetin alayhis salam dhe e pyeti: "O i dërguar i Allahut, çfarë është besimi, çfarë është Islami?" Dhe në fund fare e pyeti çfarë është ihsani. Dhe profeti u përgjigj për të gjitha këto. Islami është të thuash la ilaha illallah, të falësh namazin, të japësh zakatin, të shkosh në haxh dhe të agjërosh Ramazanin. Imani tha është të besosh në Allah, të besosh në melajke, të besosh në profet, të besosh në libra, të besosh në ringjalljen mbas vdekjes dhe të besosh në kaderin e Allahut xhaleshanu. Çka ka caktuar e mirë apo e keqja është vetëm prej Zotit, dhe kur erdhi tek ihsani, i tha ta adhurosh Allahun sikur ti po e shikon Allahun. Edhe nëse nuk e shikon Allahun, të dish që Allahu po të shikon ty. Do të thotë në çdo detaj të jetës të jesh i bindur që Allahu të shikon, dhe kjo do të thotë të jesh një grad të lartë të besimit dhe të quhesh ai besimtari i Kur'anit, të quhesh ai besimtari i sunetit profetit alayhis salam. Sepse kur thot Allahu në Kur'an urdhëresa të falë namazin, nuk e ka një herë në javë këtë urdhëresë, por e ka 5 herë në ditët. Dhe kjo është ajo çfarë më pas do ta bëj diferencën midis njerëzve në përgjithësi, dhe kjo i dallon njerëzit në grada, qoftë në këtë jetë, dhe kjo i dallon njerëzit në grada edhe në botën tjetër në raport se si e kanë marrëdhënien e tyre individuale me Allahun xhaleshanu. Dhe këtu për shembull Allahu thotë në një ajet shumë të bukur nga mënyra se si Allahu tenton të na tërheqë vëmendjen dhe që të kuptojmë se sa rëndësi ka që ta bësh pjesë të përditshmërisë tënde Allahun xhaleshanu. Thot Allahu në fund të surës Furqan, ajeti i fundit: "Kul ma ya'bu bikum rabbi laula du'aukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama." Thuaj o i dërguar, o Muhammed, i dërguar im, thuaj njerëzve, thuaj nëse ju besimtar që e besoni Allahun xhaleshanu, është shumë ajeti i bukur, është tronditës dhe në vetvete. Thot, thuaj, nëse ju si besimtar nuk do të keni robëri dhe përgjërim ndaj Allahut, edhe t'jeni robër, edhe t'i përgjëroheni, ta bëni tu veten tuaj shumë të varfër, kashim më të pasurit të pasurve Allahu xhaleshanu, nëse ju nuk do të ishit të robëruar dhe të përgjëruar ndaj Allahu xhaleshanu, pse duhet ju japi ju Allahu vlerë? Pse duhet ju vlerësonte ju Allahu? Pra, nëse nuk do të ishit në këtë gjendje, ta pranoshit robërinë tuaj dhe të pranoni pafuqinë tuaj, varfërinë tuaj, të nënshtrohen ndaj Zotit xhaleshanu, nëse nuk do ta kishit këtë gjendjen tuaj shpirtërore dhe të besimit ju kishte çuar në këtë gjendje nevoje ndaj Allahut as-Samed, që ai për të ka çdo krijesë nevojë dhe ai s'ka nevojë për asgjë, pse duhet ju jepte Allahu juve vlerë? Po, Allahu mund t'ju japi të mira të kësaj dynjaje, mund t'ju japi gjëra materiale, mund të keni jetë mirë, mirëqenie të mirë në aspektin material, në aspektin kalimtar të kësaj bote, po për sa i përket botës së përjetshme, ju nuk do të kishit asnjë vlerë, sepse vlerën e botës së përjetshme e përcakton robëria juaj në jetën e kësaj bote, përgjërimi juaj në jetën e kësaj bote ndaj Allahut xhaleshanuhu dhe nevoja juaj që tregoni në çdo sekondë të jetës tuaj që keni për Allahun xhaleshanu. Sepse në natyrën tonë si njerëz, shikoni pak duat tona që bëjmë neve. Lutemi ne ndonjëherë, o Allah, më jep oksigjen. Po thum jep pasuri, thua ti. Ose thum jep shëndet. Po një gjë që e ke për ditë që nuk bën asnjë mund që ti ta kesh atë, e ke falas nga Zoti xhaleshanu, biles as në duat e tua nuk e fut atë. Lutesh ndonjëherë mëngjes ti, o Allah, bëj që të lindi dielli sot. Bëj që të vi nata sot. Sepse këto janë gjëra që janë një bekim i madh i Allahut xhaleshanu në jetën e kësaj bote, që ja ka mundsuar të gjithëve, besimtarve dhe jo besimtarve. Ama kur vjen aspekti i lutjes që të tregosh robëri dhe përgjërim ndaj Allahut xhaleshanuhu,
Këtu lutja jonë që të dallohesh më pas nga të tjerët është një lutje që duhet lidhur ngushtë me mirësi dhe begati të jetës së kësaj bote dhe pa e harruar botën tjetër. Sepse Allahu thotë në Kur'an që ka njerëz që lutin Zotin për mirat për të mirësitë kësaj bote dhe nuk luten asgjë për botën tjetër dhe në botën tjetër ato s'do të kenë asgjë, por janë besimtarët e cilët luten ajo duaja që bëjmë ne në çdo namaz. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, ne jep mirë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Dhe robëria jon kushtuar Allahu xhaleshanu tregon në vetvete që për ne si besimtar nuk mundemi që ta jetojmë jetën tonë pa e vendos Allahu xhaleshanu në epiqendër dhe të rrotullohemi rreth e qark këtij urdhëresave të tij dhe direktiva të Allahu xhaleshanu. Kam ndar një ngjarje për sot, është një prej dietarëve të hershëm, që thuhet ka qenë prej tabiinëve, Ibrahim Ethem, ka jetuar në shekullin e 8. Ai thotë ka pas qenë në Bagdad dhe pastaj ka kaluar thotë në Basra, ka udhëtuar një dietar i madh, dhe populli duke ja ditur vlerën e rrethojnë një ditë, edhe i thonë, e pyesin, o Ibrahim, i thonë, ne nuk po shpëtojmë dot thotë nga sprovat, lutemi shumë, por lutjet tona thotë nuk pranohen. Përse vallë thotë lutjet tona nuk pranohen? Si dietar që je, na jep një zgjidhje. Pra, shkoi populli për t'u këshilluar. Mirë, po ky nuk u përgjigj me njerë, sepse sa kishte shkuar në qytetin e Basras dhe i tha, do më lini pak kohë, thot, të shikoj pak gjendjen tuaj të përditshme, të jetoj me ju, dhe pastaj do t'ju thras dhe do t'ju them. Dhe mbas një farë kohë që e pa gjendjen e popullit, i mblodhi njerëzit dhe në xhami, thot, edhe i thret në këtë formë. O populli i Basras, thot, e pash gjendjen tuaj dhe kuptova që zemrat tuaja kanë vdekur nga mëkatet. Lutja e zemrave të vdekura, thot, nuk pranohet. Pra unë e pash gjendjen tuaj dhe shoh që zemrat e juaja kanë vdekur nga mëkatet dhe një zemër e vdekur nuk i pranohet duaja. Po pse i thanë, çfarë mëkatesh paska në zemrat tona? Çfarë kuptove ti me këtë shëtitjen tënde? Dhe transmetohet që ai i ka numëruar 10 mëkate, 10 gjunahe popullit, të dukshme në praktikën e jetës së tyre të përditshme. Sa i nuk i hapi zemrat atyre. Ai shkoi dhe pa jetën e tyre sociale, pa marrëdhënien e tyre me jetën e përditshme se si e jetojnë jetën e tyre. Çfarë e kanë të preokupuar mendjen dhe zemrën e tyre? Ku është Allahu në jetën e tyre? Ku e kanë pozicionuar Allahu në jetën e tyre? Dhe tha, e para tha, ajo çfarë shohun tek ju thoni se e njihini Allahun, por nuk i zbatoni urdhëresat e tij. Ju thoni që e njihni Allahun, por nuk i zbatoni urdhëresat e tij. Dhe në fakt, po të shikosh, në përgjithësi njerëzit musliman besojnë Allahun, patjetër. Por si janë me urdhëresat e Zotit xhaleshanu? Sa korrekt janë me gjërat bazë elementare, 5 vakte. Sepse gjëja më thelbësore që kërkohet nga Islami është namazi. Dhe ju pretendoni që njihni Allahun, por nuk i zbatoni urdhëresat e tij. Tani, sa njerëz edhe mund të falen 5 vakte, por s'kan heq dorë nga shumë harame në jetën e tyre. Në tregtinë e tyre kultivojnë gjëra që janë haram, fitojnë haram, mashtrojnë, gënjejnë. Ama besojmë Allahun, ama falemi. Jo, ti pretendon që beson Allahun, se po da besoshe hak të vërtet të sinqert, ti do ta sillshe edhe urdhëresën e tij në zbatim. E dyta thot, ju lexoni Kur'anin famëlart, por nuk veproni sipas përmbajtjes së tij. E lexoni Kur'anin, por nuk i zbatoni urdhëresat e tij, nuk zbatoni urdhëresat e Allahut xhaleshanu.
Dhe është një nga kërcënimet e profetit alayhis salam që do të vi thot një kohë që Kurani thot nuk do ta kaloj pjesën e fytit. Pra do të ngeli vetëm si lexim melodioz, por nuk do të ketë ndikim në zemër. Dhe kjo nuk ka asnjë farë dobije në jetën e përditshme të besimtarit musliman. Dhe në fakt edhe sot që po flasim, më shumë i jepet rëndësi një recituesi të bukur, që ka një zë të bukur edhe ti mahnitesh nga zëri i tij, ndërkohë një dietar që të shpjegon për mbajtjen e atij ajeti që ai e lexon bukur, ti nuk ja vendos rëndësi fare. Më shumë kënaqesh dhe emocionohesh me zë, se sa kënaqet zemra dhe emocionohesh me kuptimin e ajetit Allahu xhaleshanu. Sepse Allahu thot në Kur'an: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Sepse besimtari i vërtet është ai që kur i lexohen ajetet e Allahut, u shpjegohen kuptimet e ajeteve të Allahut, u rrënqethen zemrat. Pra nuk u rrënqethet zemra nga veshi i melodisë, po ju rrënqethen zemrat nga kuptimi që ka ajeti, që është një orientim për jetën e kësaj bote me përfitim në jetën e përtejme. Dhe ju i lexoni ajetet e Kuranit thot, por thot ju nuk i zbatoni. Ju thoni se e doni profetin Muhammed alayhis salam, pika e 3, por thot ju nuk e tregoni këtë dashuri duke e ndjekur sunetin e tij. Dhe kur flasim për sunetin e profetit alayhis salam, është praktika e islamit në çdo detaj. Kur flasim për sunetin e profetit alayhis salam, do të thotë Kurani i sjellur në praktik në shembullin më të përkryer nga një besher, nga një njeri, siç ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Sepse pikërisht për moralin islam do të veçohej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Kur'an. Wa innaka la ala khuluqin adhim, nuk ka diskutim se ti o Muhammed je në gradat më të larta të moralit. Dhe po ashtu i drejtohet Allahu xhaleshanu besimtarve, ku thotë që tek shembulli laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Me të vërtetë thotë që keni shembullin më të bukur për ta ndjekur në jetën tuaj tek shembulli të dërguarit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për atë i cili shpreson takimin me Allahun në botën tjetër. Pra shikojmë se sa e lidhur ngushtë suneti, praktika e përditshme e kësaj jete është e lidhur ngushtë me ahiretin, është e pashmangshme. Dhe ju thot pika e 4, thoni se shejtani është armiku juaj, po ju nuk ndaloni së shoqëruari me të. Pra jeta juaj, praktika juaj nuk ka ndaj dallim me mashtrimet e shejtanit. Mashtro shejtani, mashtroni ju. Gënje shejtani, gënjeni ju. Ngatro njerëz shejtani, ngatroni njerëz ju. Pra, ku e vendosim ne kufirin me shejtanin e mallkuar në jetën tonë të përditshme? Sepse kë do të ushqejmë më shumë në preokupimin e mendjes tonë, dashurinë për Allahun apo për dynjan dhe mirësitë e kësaj, ajo më pas do të jetë praktika jote e përditshme. Nëse ke frikë Allahun, do të jetosh jetën me frikë ndaj Allahut, duke u kujdesur që edhe një mizë mos ta shtypësh me dashje, siç edhe sahabët erdhën në këtë gradë të lartë besimit, ama po pa të preokupim dynjan dhe s'të intereson si e fiton, atëherë do të kesh shok djallin e mallkuar, i cili me të gjitha dredhitë e tij kërkon që të arrijë qëllimet e tij, që edhe ti kërkon të arrish qëllimet e jetës materiale të kësaj bote. Ju thot, shikoj që thoni që e doni xhenetin, por puna juaj e përditshme nuk është e denjë fare për xhenet. Pra punët e juaja të përditshme nuk janë punë prej xhenetlive. Sepse punët e xhenetlive duhet të dallojnë nga punët e xhehenemlive. La yastawi ashabun nari wa ashabul janna. Ashabul jannati humul faizun. Nuk janë barabartë banorët e xhenetit me banorët e zjarrit. Banorët e xhenetit janë fitimtarët. Ku dallon, ku do të përcaktohet vendi jon në xhenet apo në xhenem, në bazë të çfarë? Në bazë të jetës së kësaj bote. Kjo është bota ku ne mbjellim për të korr xhenetin apo xhenemin. Pra, nuk janë të barabartë banorët e xhenetit me banorët e xhenemit, automatikisht do të thotë nuk mund të kenë një jetë të përbashkët banorët e xhenetit me banorët e xhenemit që në këtë botë. Jeta e tyre duhet të dallojë. Pra ju thoni që e dum xhenetin,
puna e juaj nuk i ngjan fare xhenemit, dhe pika e 6 thot, ju thoni që friksoheni nga zjarri i xhenemit, por punët e juaja po ju çojnë drejt zjarrit të xhenemit. E përcaktoi duke parë pra Ibrahim ibn Ethemi tek njerëzit këtë situatë që në atë kohë. Ju thoni, pika 7, gjunau i 7, që vdekja është e vërtetë, thot, po ju nuk përgatiteni as pak për vdekjen tuaj. Dhe gjithë secili prej nesh e di këtë fakt që vdekja është e vërtetë, po sa ne po përgatitemi për vdekjen. Omer radhiyallahu anhu ka një këshill brillante lidhje me këtë. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, merrni veten e juaj në llogari para se t'ju marrin në llogari. Dhe dietarët e shpjegojnë që thotë, ja, tani jemi në vakt darke, kemi dhe yatsin për të falur. Mbasi të falim yatsin, bëj një kalkulim të jetës tate sot, të kësaj dite. Çfarë bëre sot? Kaloj njerë në përmendje dhe medito pak. Çfarë bëre për Zotin sot? Çfarë bëre për dynjan tate sot? Nëse edhe pa të punu për dynja, për të fitur risk, a e bëre me bismillah edhe punove me halal, që edhe ajo të të shkruhet se vab gjatë gjithë ditës? Apo jo? Punove në të kundërtën dhe harrove Allahun në përditshmërinë tënde. Fund fare bëj mbledhje. Ai zbatova urdhëret e Zotit primare sot, siç janë 5 vaktet e namazit? Ndeta larg gjunave sot? Bëj një mbledhje, futi në peshore dhe peshoj. Kjo do të thotë të bësh llogarinë e vetes tate, thot Omeri. Dhe kjo imagjino ta bësh për natë këtë llogari, atëherë do të ishin shumë të përmbajtur neve, nëse llogaria e sotme do të na dilte negative, do të ishim shumë të përmbajtur për ditën tjetër. A nuk i ngjan kjo edhe llogarisë tonë materiale financiare? Kemi punët tona të përditshme, ndarke çfarë bëjmë ne? Nxjerrim portofolin, edhe shohim sa kemi fituar, çfarë harxuam, çfarë mbeten për familjen tonë. Nëse ka mbetur kënaqshëm, ka më të gëzuar se ne, themi, shqyqy, elhamdulillah. Ama nëse kemi dalë mangut, do të shohim që nesër do të punojmë më tepër. Do të shohim çfarë bëm gabim sot ne me punën tonë që dolëm negativisht me llogaritë financiare dhe do të përpiqesh të përmirësohesh. Kjo duhet të jetë llogaria e besimtarit edhe për ahiretin tonë. Që ti vendosi në kanar që i thomi ne, në peshore, veprat e tij të përditshme dhe në fund fare në mbrëmje të bëj llogaritë e tij. Dhe thot që ju pra thoni që vdekja është e vërtetë, por nuk përgatiteni fare për të, sepse në këtë formë ne e dimë që vdekja është hak, por ama përpiqemi që vdekja të na gjejë në formën më të mirë, optimale, minimalisht të veprave që e kënaqin Allahun dhe larg qëndrimit të veprave që i hidhërojnë Allahun. E teta thot, shoh thot që midis jush një nga gjunahet e mëdhaja tjetër që shoh që pengon zemrën tuaj për të pranuar duat dhe që u ka vdekur zemra, merreni thot me të metat e vllait tuaj në fe, por nuk shikoni mangësitë e juaja. Kjo është një nga problematikat globale në botën islame. Pse them botën islame? Se Islami ndalon me Kur'an marrjen me jetën e njerëzve të tjerë. E yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta, a mos don dokush për ju të haj thot mishin e vllaut të tij të vdekur? Fakarihtumu, jo, ju e urreni gjë të tillë. Është e shpifur si të hahet mishi i vllaut musliman të vdekur. Është kanibalizëm, ka përshtir njeriu kur e mendon. Ndërkohë Allahu e ka quajtur që marrjen me jetën e të tjerëve është sikur me ngrënë mish të një njeriu të vdekur. Por ai tha, ju thot lini mangut, kritike ndaj vetes tuaj. Dhe nuk ka diskutim që kritika ndaj vetvetes tonë për të parë mangësitë tona është hapi i parë drejt përmirësimit në raport me Allahun xhaleshanu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të mjaft të bukur u thot sahabeve, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi, askush prej jush nuk do të futet në xhenet me punët e tij. Askush prej njerëzve në përgjithësi është kuptimi më i saktë, nuk do të futet në xhenet me punët e tij. Sahabët i thanë, "Wala anta ya Rasulullah?" As ti o dërgumi i Zotit nuk do të futet në xhenet me punët tuaja, sepse punët e profetit alayhis salam në raport me Allahun xhaleshan nuk kishin krahasuar me njerëzit. Ati ju hejtishin këmbët në natën namazin e natës.
Tha wala asu nuk kam për të futur në xhenet me punët e mia. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmeti. Vetëm nëse Allahu do të më mëshirojë me mëshirën e tij, atëherë mund ta meritojmë xhenetin. Pra do të thotë që vetëm në këtë formë mund të meritosh xhenetin ti, duke të mëshiruar Allahu, jo për shkak të punës, jo për shkak të namazit tënd, ama duke fal namazin, duke bërë punë që kënaqen Allahun, ne tregojmë robërinë ton, përgjërimin ton, varfërinë ton, dobësinë ton, që të na vlerësoj Allahu xhaleshanu, sepse Allahu e vlerëso ka shumë një njeri që e pranon ka Allahun Zotin e plot fuqishëm, që pa të asgjë nuk mund të ndodhë në jetën e kësaj bote, dhe ti e pranon këtë, atëherë merr vlerë si njeri në pozitën dhe të larta pranë Allahut subhanahu wa taala. Kështu që të merresh me të tjerët, mos shikosh mangësitë tuaja, është një nga gabimet madhore që bim neve si besimtarë në jetën tonë të përditshme. Ndërkohë duhet të jetë totalisht e kundërta. Duhet të shikosh mangësitë tua dhe vllaun tënd ta justifikosh, kanë thënë, deri në 70 herë. Prit pse e bëre i këtë, prit nuk ka një arsye, prandaj thon dietar për shembull që asnjëherë mos e gjyko dikë pse bëri diçka nëse nuk e rën në të njëjtën situatë si ai. Pra nëse e ke përjetuar të njëjtën situatë, të njëjtën sprovë, siç e ka përjetu një vllau jot, atëherë ti ke të drejtë minimalisht të flasësh, nëse e ke kalu me sukses ama, sepse i tregon një rrugë, o vlla, kam kalu nga kjo sprovë, mra mu fatkeqësia e varfërisë, mra mu spitali, mra mu x apo y gjë. Njëti që po përjeton ti e kam përjetuar, unë e kaloj, pra ke të drejtë të flasësh. Ndërkohë, nëse ti s'ke rënë në sprovën e tij, mos fol fare, se po ti ishe ti në sprovën e tij, ndoshta ti më keq do të sillesh si ai. Edhe bëhesh i matur dhe nuk bëhesh paragjykues ndaj askujt, por shef mangësitë tua. Profeti thotë, askush do të futet në xhenet me punët e tij, ti tani shef punët e tua, i shef madhores, po bën gjë të madhe, tjetrin e paragjykon. Ndërkohë më i dashur tek Allahu është ai që është i thjesht me punët e tij, edhe pse bën shumë, prapë shikon veten e tij të mangët, të pamjaftueshëm, jo s'kam bërë ai sa duhet. Mund bësha dhe më shumë. Dhe në fakt çdo ditë ne në jetën tonë, po të bëjmë atë llogarinë e mbrëmjes, kemi mundësi të themi këtu në këtë moment unë mund kisha bërë më shumë për ta kënaqur Allahun xhaleshanu. Pika e 9 thotë, ju thotë shfrytëzoni me bollëk mirësitë që ju ka dhënë Allahu, por nuk tregoni as pak mirënjohje. Falënderim. Dhe në fakt të dashur besimtar, mos falënderimi ndaj begative të Allahu xhaleshanuhu është në fakt një gjunau madh i pakuptueshëm që mund ta bëjmë neve, por nga ana tjetër është shkak i largimit të mëshirës së Zotit ndaj nesh dhe humbjen e asaj begatie. Pyetën dietarët, haset shpesh si pyetje, pse thot kemi njerëz që i njohim në jetën tonë të përditshme me praktikë islame të gjatë, por në fund të jetës së tyre largohen nga Islami. Ka vetëm dy fakte thonë. Ose nuk ka qenë i sinqert në besim, ose nuk ka qenë falendërues për Islamin e tij. Por të jesh falendërues për Islamin do të thotë që ta kesh ndier këtë begati të madhe të Allahu xhaleshanuhu në kurrizin tënd, në jetën tënde të përditshme, që të shikosh çfarë bën një njeri që është pa Islam, e të shikosh çfarë Islami të bën ty në jetën tënde. Të shikosh se si një njeri reagon me situata të ndryshme të jetës pa Islam, e si reagon ti në të njëjtat situata me Islam. Dhe ne jemi të vetëdijshëm që nuk ka rregullator më të bukur që me të vërtetë jep qetësi zemrës tonë të gjitha situatat të ndryshme se sa Islami. Prandaj do të thoshte profeti alayhis salam, kush e thot këtë dua në mëngjes dhe mbrëmje 3 herë, ai thot do të ketë kënaqë Allahun, do të fitojë xhenetin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Të thuash me bindje, u kënaqa me Allahun Zotin tim, me Islamin fen time, me Muhammedin alayhis salam si të dërguarin tim. Po këtë ta ndjesh pra. Dhe kur e thu kështu në këtë formë, atëherë edhe Allahu do të të kënaqur me ty. Sepse ti
e shikon pra një nga mirësitë më të mëdha që Allahu të ka furnizuar me Islam, dhe mbas kësaj çdo mirësi tjetër që vjen, ti patjetër që e pranon prej Allahu xhaleshano. Dhe kanë thënë që njeriu për të qenë falendërues ndaj Allahut, mund të jesh në 3 mënyra. Njerëzit mund të jenë në 3 mënyra, besimtar. E para është falendërues ndaj begative dhe mirësive që i jep Allahu xhaleshano. Thot elhamdulillah. Më ka furnizuar Allah. Kjo është një gradë e besimit. Grada e dytë e besimit thot është më e fortë, është të thuash falënderimet i takojnë Allahut edhe kur t'jep të mira, edhe kur t'jep sprova dhe të këqija. Sepse ti je në nështruar Allahu xhaleshano, e mira është prej Zotit, kaderi që tham fillim. E mira është prej Zotit, e keqja është prej Zotit, sprova është prej Zotit. Urtësi nuk e dim, do duket urtësia, ne i nënshtrohemi Allahu xhaleshano, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton Allahu, sa mbështetës i mirë është ai. Dhe akoma një njeri që ka kaluar në grada shumë më të larta të besimit, thot ai është falendërues dhe i lumtur kur i vjen atij sprova, jo më mirësia. Kur i vjen diçka, një sprovë shumë e rëndë nga sprovat e jetës së kësaj bote, ai thot prapë elhamdulillah, sepse ai e di që edhe në sprova ai fiton pozita të larta tek Allahu xhaleshanuhu, dhe ti ke shembullin e kush u sprovu nga profetët me smundjen më të rëndë. Ejubi alayhis salam. Shkoi dhe bashkëshortja, shkuan njerëzit, lutë Zotin të çroj. Ai e pranoi me një besim të fuqishëm të. Po tha, unë kam qenë kaq vite në bollek, tani unë për pak vite sprov, dhe thuhet që kanë ndetur deri në 7 vite sprov, smundje shumë të keqe. Aq sa ju larguan njerëzit nga frika se smundja e tij mos po ju ngjiste atyre përveç gruas së tij, e ka lutur Zotin për shërim vetëm kur filloi të vi smundja tek gjuha, sepse nuk po thoshte më dhikër dot. Subhanallah, la ilaha illallah, i pengonte smundja e gjuhës. Këtu tha, o Zot, unë tashmë nuk po të madhëroj do ty. Me të vërtet thot, kad meseni e durru e në të arhamur rahimin, më ka kapur një smundje, një sprov shumë e rëndë, po ti e mëshirues dhe mëshirbërës. Dhe aty më pas, Allahu i dha shërimin. Por tregohet pra që njeriu mund vika në një pozitë kaq të madhe që edhe në këtë rast të jetë falendërues i madh ndaj Zotit, edhe kur duket sprova më shkatruese nga sprovat e jetës së kësaj bote. Dhe fundit, për ta përmbyllur vëllezër, thot që ju i varrosni të vdekurit tuaj, por nuk mendoni se edhe vetë një ditë do të varroseni. Keni marrë pjesë shpesh në për xhenaze, në tufin apo në vendet të tjera. Vini re pak ç'a bëhet me njerëzit, subhanallah. Nuk e ka njeri fare mendjen tek vdekja. Aty po varroset dikush, asnjë se mban mendjen aty. Janë të bë muhabete dynjaje, muhabete pazaresh, dyqani im, dyqani jot, biznesi im, biznesi jot. Ti si hoç përpiqesh të flasësh 2 fjalë atje, po na vonon ky se na i do iktam drek, thot tjetri, i që i kemi përjetuar. Pra, arrin njeriu të bika në një grad kaq poshtë, sa që edhe kur po e shef robin e vdek duke u varros, mos ta mendoj që një ditë do të vi aty. Por ajo që më pëlqen ta them shpesh, ti ndaç mendoje, ndaç mos e mendo, ndaç harroje, ndaç të fshije nga mendja, mos e kujtoj hiç vdekjen, po kjo nuk do të shmang që ty s'ka për të kapluar vdekja. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt i gjallë do ta shijoj vdekjen. Dhe ai pa, subhanallahu, të gjitha këto 10 gjuna e thot, dhe janë pikërisht kjo situatë juaja e përditshme, shikoni çfarë ka të bëjë këtu, të gjitha këto që ka parë janë gjëra që kanë bëjnë me praktikën e përditshme që lidhen ngushtë me ahiretin tonë. Dhe të gjitha këto gjuna e thot, ju bëjnë juve që mos t'ju pranohen duat, sepse zemra juaj ka vdekur dhe nuk ka gjë më të rëndë në jetën e një njeriu, në jetën e kësaj bote, se sa ati t'i vdes zemra. Ndryshe Allahu e qua në Kuranin fisnik qasyetel qulub, ngurtësimi zemrave. Zemrat bëhen gur. Po në fakt
Guri, kanë thënë dietarët, sa do i fortë është, po ti godasesh me pikë uji, do të shpohet tepërtej. Por këto zemrat e këtyre njerëzve thotë janë akoma edhe më të forta se sa edhe guri, që nuk depërton aty më fjala, këshilla e Kur'anit, e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai shumë janë dhënë mbas kësaj jete këta njerëz që nuk i intereson halal apo haram, me zemra të vdekura. Ndërkohë, një nga lutjet që ne mësojmë nga profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min qasjati al-qalb. Kërkojmë mbrojtje prej teje nga gurtësimi i zemrës. Është lutje. Apo min qalbin la yakhsha, ose kërkojmë mbrojtje për te Allah nga zemra që nuk friksohet ty. Dhe nëse se gjithë kjo bëhet normalisht për një vetë llogari gjithë secilit për nesh, e nëse ne në këtë formë pastaj nuk do të bëjmë llogarit mirë ku është zemra jonë në raport me Allahun xhaleshanu, ku është e përditshmja jonë, këtu fillon morali islam. Këtu fillon morali islam në raport me marrëdhënien me Allahun xhaleshanu. Nga këtu pastaj rrjedhin të gjitha punët tona të përditshme, edhe si ti vendosesh këpucët ke rafti, edhe si të sillesh në xhami, edhe si të sillesh me shoqërinë, e si të sillesh në tregti, e me familjen, e kështu me radhë. Po nuk u rregullua raporti i zemrës tonë me Allahun xhaleshanuhu, atëherë kjo nuk do të ketë sukses jeta e besimtarit. Dhe u kthye më pas Ibrahim ibn Adhemi tek populli i Basrës dhe i ka thënë këto fjalë: O populli i Basrës, pa hequr dorë nga këto 10 gjunahe që u kanë vrarë zemrat, mos mendoni se lutjet tuaja do të pranohen. Nëse dëshironi që zemrat tuaja të ringjallen, përpiquni të largoheni nga këto gjunahe dhe përmirësoni rrugën tuaj. Atëherë do të shihni se lutjet tuaja do të pranohen dhe sprovat dhe fatkeqësitë do të ju largohen nga juve. Allahu mëshiroft ka dhënë një mësim shumë të madh që e lutë Allahun xhaleshanuhu të jetë një mësim i rëndësishëm dhe për zemrat tona. Allahu xhaleshanuhu na i bëv zemrat të guflojnë nga dashuria për të, t'i largoj gjunahet nga jeta jonë e përditshme që na e vrasin zemrën dhe të na bëjë të angazhuar me punë të cilat kënaqin Allahun dhe na lartësojnë neve shpirtërisht në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu ju shpërblef me të mira, Zoti ju nderoft. Sallallahu ala sayidina Muhammad.